Mjekët tregojnë arsyen pse duhet të pini një gotë me ujë gjithmonë përpara se të bëni dush. Një gotë me ujë të ngrohtë para se të futeni në dush është një prej këshillave më të shpeshta të mjekëve që duhet të praktikojnë të gjithë. Kjo sepse uji i ngrohtë shërben për të ngrohur organizmin nga brenda, duke ndihmuar edhe sistemet e qarkullimit të gjakut në sipërfaqen e lëkurës. Përveç kësaj, uji ndihmon edhe në mbajtjen e ekuilibrave në nivelin e kripës së trupit. Natriumi, pra kripa, shërben për të rritur presionin e gjakut dhe për të nxitur mbajtjen e lëngjeve në indet e trupit. Nivelet e larta të natriumit mund të çojnë në presion të lartë të gjakut, por kur pini uji ul nivelet e kripës duke ndihmuar kështu në uljen e presionit të gjakut. Kështu për ta përmbledhur atë që ndodh, mjekët sqarojnë. Ngrohtësia e ujit që pini kombinohet me ujin e ngrohtë të dushit duke bërë mundur që presioni i lartë të gjakut të bjerë. Por uji gjithashtu ndihmon edhe për të ulur nivelin e kripës në trup, gjë që çon më tej në uljen e presionit të gjakut.